Tha, hini në Shqipni... Një kuptonin avokatin se lo. Avokatin e lo, tash. Po. Vjosa Osmani, unë e kështë të tregu. Ma ka tratu ka uzën time. Po e tha marë. Ka qenë le të ke, edhe e kanë qitë le të ke, e kanë përshtu. E kanë në shak, e kanë qitë jashtë. Unë e kom përkra Vjosa Osmani edhe Doniken edhe... Vjosa Osmani më ka transferu, mu më ka shukët Albin Kurti. Se si më konën aty, më konë me Ramurxhin. Po të një Vjosa Osmani e kom përkra. Vjosa Osmani, 2 javë a 3, një muj për pa u përfëndu karriera saj, edhe e boni djallëzim është ajo. E tratoj ka uzën time, e tratoj gjithë se ajo karrieriste. Qa bëri Vjosa? Vjosa Osmani jo karrieriste. Me Diramën, me ushqishin e boni. Qfar bëri? Tradhti i boni, tradhti këndare. Ne thuj. Tradhti nuk ju ka thënë Albini ka bo tradhti, nuk ka pasi se shpjegon që tradhti e ka bo. Tradhti. Më falë, që tradhti ka bo? Po, që kjo? Na shpjegon. Që tradhti? Mas po e mu më ka tradhtu me familje. Qa bëri pra, qa bëri? Mu më ka tradhtu. Po çfarë bëri pra, çfarë bëri? Be, mu më Po ti nuk e di çfarë bëri, ta them pse se di. Se ty të ka dalë Albini ka thonë në qeftas, na ka tradhtu dhe gjithë ju albinisët na ka tradhtu. Po çe ju ka tradhtu nuk e di, po ka thonë baba Albini. Unë jam, nëse ka dikush që e ka dashur këtë dhe unë jam dëshmia. Ata lona në të... Po le, po kush është? Ja, avokati. Po, avokatin le. Po kush nëse ka thot asaj? Po të komunizmit ne kemi pasi shprehje. Albin Kurti nëna se bën më. Që ishte humor dhe tallje me pushtetin. Për ta me vërtet Kur i ndodhte një fatkesi dikujt, që kishte bërë regjimi komunist, po që ishte komunist ai që e vunte, kishte një shprehje, uji rrjedhi pastër nga burimi, po ndotet rrugës. Albini është i mirë, Enveri është i mirë, po janë këta, me Mesçeu e këta tjerë të këqij. Historia e zotërisë nuk e kupton dot ende, ta kuptoj më vonë. Vjen mirë se the Albini është i mirë. Ta kuptoj më vonë. E pse çaj me Salizimin se ke të thonë diçka? Po Saliu kujton se ka bëu Saliu. Ky më fal, këngëtari, kujton se ka bëu Sali Zyba këtë punë. Se ka bëu Sali Zyba, ja ka bëu formacioni si funksionon mentaliteti, psikologjia. Nuk është punë i nati thjesht, punë i nat komunist. Është sistem kultural që ata e kanë. Ata janë si një grup komunistësh, që funksionojnë si komunistë, që më kujton vetëm Partinë e Punës së Shqipërisë. Dhe Sali Zyba është me Mesçeu i kohës. Nderim shumë respekt për gjithë, edhe për Bacenmos. Ekstra respekt për ty. Une e kum dashur edhe jam prej 2011-s në parti me Albin Kurtin. Po Albini ka njerëz që ja pin dohanin. Po pra po. Uji rrjedhi pastër thoshim ne nga Enver Hoxha, po e ndot me Mesçeu. Që të pëpit mrana donë, bile. Une ata e kum po, aja mu mbrengos, pse kur thot une jam me Albinin edhe për deputet kandidat, pse me ban ajer deputet, se unë vi nga Shqipëria. Në qoftë se më do kisha në Shqipëri një këngëtar që ka kënu Kongë Edi Ramës, apo Sali Berisha, unë do tallesh. A du ta di se Kosovë kanë bërë pa që e bëni shpesh të punë. Or si që ka kjo logjika e Titos, që i bëni kongë partisë Titos, se kuptoj dot. Në atje Shqipëri tallemi me këto gjëra. Bëjmë kongë, po tu tall. Kongë parodike, që tallemi me politikanët. Kur knoti kongë për Edi Ramën, plas gallata në rrjetet sociale. Po dhe për Sali Berishën ka kongë. Edhe për tallemi më burri, tallemi gjithë ditën e gjithë natën. Vetëm qeshim edhe bëjmë humor me këto gjë. Siç ka kjo Kosovë valla që bëni këngëtar për politikanë që janë gjallë. Po bëhet për një hero që ka vdek në luftë. Bëhet po si bëni për ta të gjallët, se nuk e kuptoj dot. Ja u kalon Tito ja amanet këtë punë si kulturë jugoslave. Jo Enver Hoxha ne kalon, jo Tito. Kjo është më e keqe akoma. Ne kena fshikë këtë punë, si vazhdoni atë. Na tregon kur aty, na le të foli argumentin. Nga. A pajtohesh ti me avokatin? Jo, më shpo kërkon sa është. Po Albini ai. Jo se kërkon hesh beso. A duhet gjollët mi bë kon nga ti ke thon vetë. Jo, kërkon sa është as ky as ky, ku për ta. Pse? Pse nuk jeni kërkon hesh. A ka gjë më bukur ndale për. Po hajde. Fëmia që shkon te nona. Mami, ma e pak buk. Edhe thot, hajde jo liem, se jem të zi do kumpira. Se s'ka pas gurë ka pas, men kumpira u gurë ka zi. Se s'ka pas ushqim. Po e vërtet. Albin Kurti, ato lekë që ka mujt me vjell, ka mujt me bosh ka të duen, vetë ka mujt me vjell. Ja u ka dhonë popullit, i ka nda. I ka gëzu nonat, i ka gëzu thmin, plesht, e ka gëzu dhe E shka me ndoni për zapoja që e ka denu tash që e shtini një fmi, e kish denu 5.000 diçka euro, e shtini një fmi, e keme full, Albin Boba. Ta shtu pet. Ti e ke marrë vajzën, ti, na pet. Për këngën e përpysja. Urna? Po pyesja për këngën, si boni këngë njerëz. Okej, just wait. Edhe e ka marrë vajzën prindi vet. Edhe tu munu me ekspozu thmin e vet dikush, Albini nuk din më Albini akum flajt prom, ai mlua se mlu pa e gojnë ka bënë. Ti nuk din për thmin ton ose për nën ton ose për babën se ky s'din kokor. Shtash unë jam me ju në studio, s'di çka kam ndodhur në shtëpi.
Po den Albini... E pse e denaj pëza, po ja e ka denu? Albin Kurti, pet. E kanë denu se është qash propagande madhe, se Serbia ka 1 lek. Që më vjen perspektivë këngëdajt, mo s'ka më të gu kur mo. Sot si pa bone këto. Se nuk mund të keshim me një kundër Pse duhet ta kesh me pagesë punë me ndihmë? More po ta futa e pa di Se zonte. duhet të paguti kush? Mos me qenë dakord me Albinin dhe me qenë dakord për shumë me Radë. Po, me Vjosna. Zotri avokat, a kemi ja përgatit një padi musës? Ba ma një padi, s'ka problem, po unë duha të ndem. Po dhe? Këti që ka rreziku jetën për Kosovën. Po unë mund zihem sa du këtu, po unë kam neri me respekt maksimal për çdo shqiptar. Po thatë, njeri që ka shliru Kosovën si bëjën e padi. E bravo.